Fshati Pagarushi i komunës së Malishevës gjatë kohës së luftës ka qenë vend strehim për shumë prej refugjatëve, por ndër të tjera, ky fshat po ashtu ka pasur 4 spitale ushtarake, e njëri prej të cilëve ka qenë këtu, por sot gjurmët e tij nuk janë. Por ne padyshim që do dëgjojmë rrëfimin e njërit prej banorëve këtu, i cili do na tregoj se çfarë ndodhi brenda njërit prej spitaleve ushtarake në atë kohë, kush mori trajtim mjekësor dhe po ashtu cilët janë disa prej ushtarëve të cilët edhe ndëruan jetë. Këtu është njëri ndër vendet ku ka qenë spitali ushtarak. Është njëri nga 4 vendet, nga 4 spitalet që kanë qenë në Pagarush. Fillimisht është mirë me tregu se si është vendosur që të bëhet spital këtu. Të plaguesit që kanë qenë në Bërshans janë tërheqë për shkak të sigurisë më të madhe këtu afër malit. Edhe mu ka ardhur një djalë i ri atë një agrar kryezeu, djali Sahit Kryezeut, që ka qenë ushtar dhe komandant ka qenë një toge, edhe më ka njoftu se babi po thot me liru udhën për spital ushtarak. Ne si e fshat kemi qenë gatshëm për me i shërby normal shumë mënyrë të përpikt edhe me vullnet se cili kemi shërby venit, ashtu edhe spitalin e kemi liru, nuk ka qenë ndonjë pengesë fare për me bën këto. Andaj, fillimisht, plaguesit i kanë prute në një shtëpi pak më lart atje te Qazim Krasniqi, por nuk i di shkaqet pse nuk kanë qëndruar aty, vetëm pak edhe i kemi vizituar aty, edhe pastaj janë vendosur në këtë vend tu ka qenë udhë përdhese, edhe në këtë objektin që shihet këtej. Këtu kanë qenë plaguesit që pa lëvizshëm, e pas pak ditësh, njëri nga këta plaguesur edhe ka vdek, Zënën Mata i ka qenë, i cili nuk i mbijetoi plagëve tronda që i ka pas. Pas 4-5 ditësh ai dha jetë dhe ne në mënyrën më të mirë të mundshme i kemi organizuar rrimin e tij dhe kemi vrasur. Plaguesur tjerë rënd që kanë qenë, me emra që i di sot, bile edhe ai është dëshmuar një, Yll Morina, ai ka vdek më vonë. Pastaj ka qenë Arben Baboni nga Gjakova i plaguesur, ka qenë Gani Elezi nga burimi i drinit bor nga Radovci. Ta ka qenë plaguesit që i kam njoft, ka qenë Agim Begaj nga Bonja këtu, nga Blasa ka pas, nga Leshani, nga fshatrat e Suarekës, po kryesisht kanë qenë të betejës logjës të ne. Të plaguesit pak më lehtë, kanë qenë vendosur në këtë objektin këtu që ende është edhe sot e kësaj dite, cili objekt si që po shihet, ka mbetë në përkujdesje të fatit dhe pronarët e saj kanë ndërtu shtëpi të reja atje, ku jetojnë sot pak më tutje, dhe këtu ky vend ka mbetë në këtë gjendje çivare dhe ta shohim sa të hyjmë brenda. Thash këtu kanë qenë plaguesit pak më lehtë që kanë mujt me lëviz edhe me paterica, me mënyra të ndryshme, kanë mujt me lëviz, bile edhe vinin edhe atje në udhën time, i vizitonin ta që ishin plaguesur më rënd. Tash do ta shohim drejt për drejt dhomën ose dhomat të cilat kanë qenë plot me të plaguesur. Plot. Këtu kanë qenë me shilte sikur sot. Do thot me këto shiltet në shtatë ndonjëna është edhe për atëherët. Edhe të shtrim. Këtu kanë kalu disa ditë të cilët bile më kujtohet edhe bënin muzikë. Nuk ndiheshin fare sikur si ishin luftë, por
në jepnin edhe neve një farë vullneti kur i dëgjonim duke kënduar, duke këndu këngë sigurisht patriotike, këngë për luftën, të cilat na bënin edhe neve mundi pak ma të qetë. Sepse, siç dihet fshati ynë, kishte një numër shumë të madh njerëzve. Edhe ishte frikë, a do të mund të mbikëqyrnim ata, të kujdesshim për ta, kështu që fshati ka dhënë një kontribut të cilin e vlen të lavdohet dhe të çmohet, sepse imagjinoni sot në një fshat ku kishte më pak 2000 banor të popullohen nga një shumicë njerëzish aq e madhe, rreth 100.000 njerëz supozohet se kanë qenë, ishte pra një përgjegjësi dhe një sfidë veti. Jemi kujdes me vendos mundësisht, sipas mundësive që kanë pas ata, siç ju thash edhe pak më herët, ata që kanë qenë më rënd notën bardhëse, kurse këta që kanë mund pak me ecë, kanë ardhur këtu dën këtu. Po pak disha të flas edhe për vdekjen e Zënën Mothajt, i cili pas pak ditësh ju kesu gjendja, edhe në përkujdesjen e mjekut Saleh Aslanaj atëherë ka qenë, i shkritari i komunës së Orekës, edhe ai është përkujdes deri ka mesnatë dhënë deri në ora 12. Pas mesnatë kam qëndru bashkë me të, edhe kam shku, kam fjet diku, se ishte vështirë dhe me gjetë me fjet, se përplot edhe oborë dhe arat kanë qenë me njerëz. Unë, kur jam zgjuar mëngjes, ai ishte qetësu pak, edhe mendova se mos ishte më mirë, po më s'ka folaj nga ai moment, edhe pas pak s'di sa kohësh, vdiq. Me njëherë kemi pasur një vllajën e këtij Muhametit, ka qenë hoxha, ai është për kujdes edhe ka pastru kufumën e tij. Këta ushtarë që kanë qenë këtu të gjithë kanë ardhur, edhe kanë marrë pjesë edhe në varrim, se kanë mujt me lëvizta, me paterica, kanë qenë me plak pak më të lehta, ndërsa Ylli nuk ka mujt me ardhur në varrimin e tij, po Ylli atë ditë ka folur në telefon me familjen e vet. Një fëqinj këtu, Haki Krasniqi ka pas telefonin ajror, e ka sjellë dhe kanë folur. Ylli bile kujtohet pa të kërku me çdo kusht familja që të vi ta marr. Se një farë mënyre e shete që përkujdesja ishte e vështirë, kishin mbet një farë mënyre jashtë familjes, jashtë vendit ku mund shërohej, dhe ka kërku me çdo kusht që të vinë ta marrin. Megjithse ishte e pamundur që familja e tij depërtonte nga Gjakova deri këtu, për shkak se zbllëqet kanë qenë të panumërta deri këtu. Po mbas pak ditësh këta janë shëngull, Ylli nuk di më, ditën e fundit më ka premtuar se si të bëjmë më mirë do të kthehem, edhe do të shoh. Më ka falendëruar shpirtërisht për kujdesin që kemi bona gjatë këtyre ditëve sa ka qëndruar këtu. Po fati ka dashur se unë Yllin se kam pa. As s'kam ditë, informim s'kam pas deri pas luftës, se çka ka ndodhur me të. Pas luftës kam kuptuar që ai ka rënë në dorë të armiqve disi, edhe është, do të thotë, ka përfunduar. Mas kishti ka vdek, nuk ka mujt me realizuar dëshirën si që premtoi në fund. Mjekt kanë qëndru në këtë, tash dhe të shojmë edhe dhomën ku kanë qëndru mjekt, me teknikë të cilët janë kujdes për të plagosurit. Shihni pra sa dhomë e vogël kanë qenë 7-8 veta 10 që kanë fjet këtu, ushqimin jo kemi siguruar ne, për çdo ditë edhe për plagosat për këta familjet e kemi siguruar. Harrova të them se Oda është e Muhamet Krasniqit, tani në tjerë, gjyshi fitimit që përna përcjell këtu. Ai e ka liru Odën, edhe ai është kujdes tash edhe për ushqimin e këtyre plagosërve. Pas largimit nga këtu, plagosërit janë nisë për diku tjetër,
dhe për shkak të sigurisë prap janë kthyer në Pagarush, por nuk janë kthyer më këtu. Këtu si spital ka shërby dikun pak mbi një javë apo 10 ditë, dhe pastaj spitali ata të plagosur kanë qenë në lagjën Regjaj atje, lagja në Shpat, edhe në lagjën tonë, po më poshtë mbi shkollë që është.